Patoku, një nga destinacionet më të frekuentuara të turistëve vendas dhe të huaj, njihet për plazhet e bukura dhe prodhimet e detit, por pas këtij peizazhi të qetë të bukur, fshihet historia e një njeriu që ka dhënë formë këtij vendi për dekada me radhë. Zef Hulaj, prej 30 vitesh, ushtron aktivitetin e tij në këtë zonë, duke kombinuar pasionin për gjuetin dhe talentin për gatimin e peshkut. Çdo ditë, ai ofron për klientët e tij shijen më të veçantë të Patokut, duke ruajtur freskinë dhe cilësinë e peshkut që ai e siguron dhe e gatuan vetë. E bëjmë dhe skuqën, e bëjmë dhe në furrë, ashtë e bëjmë edhe tavë peshkut, bëjmë dhe tavë njalash, me oriz, bëjmë dhe tavë me perime, po për momentin na si mas kërkesave klientave të shikë, po bëjmë një levrek, një kotë në zgarë. Mas në tyre kam një klient që aty më ka kërku këto. Që bëjmë, tu kam ba 2 levrek, kam ba pak gafore, pak në gjallë, për knasin ati klienti që ka kërku. Kjo është buka tradicionale që ne e gatujmë. Ata marim e bëjmë me vaj. Masi e zjem mirë kështu, e ftofim se ajo ngurcohet ma shumë e fort. E fusim në ujë dhe derë dhe të zbutet ajo. Masi e fusim në ujë, tash kjo është gjizë, përgatitet bukave e misit, me gjizë, me domate, me kastravet, me karota, me rigon, me vaj ullinit dhe pastaj serviret, që shumë miqin nga Kosova e thonë i pisë shqiptare. Për Zefin, suksesi nuk matet vetëm me numrin e turistëve, por dhe me përvojën që u ofron atyre, shijen autentike, peshkun e freskët dhe histori nga jeta e zonës së Patokut. Una Patokut vetë, fjala Patok, vjen nga fjala pat. Patoku, emrin e ka marrë Patok, se këtu ka pas shumë shpend. Mes tyre kanë qenë dhe patat. Dhe gjuetarë ndryshëm që delshin për gjueti, qa vrave sot, vravaj pat, po ti vravaj Patok. Pata Patoku dhe me demni Patok, prej shumis patave që ka pas tu. Patoku ka qenë një zonë e virgje, e pa shfrytzuar. Ma në fundë me një sekretari parë në Kruj, Tahir Mendxhozi, me paru dhe në kotën partisë kur Kromi ishte çapë blokadën, kishte dalë lashtë dhe e shkarkonte gjitha rrimorket i stakonte dhe boni këtë rrugën e Patokut sepse deti shkoi duke u largua. Dhe e lakte brezin ku lodhemi ne tash në Patok dhe e lakte brezin në Ram. Dhe për ta bën një plazh për rrethin e Krujës, sekretari i parë çuiti të arsyeshme dhe ndërtoi këtë rrugë që vim sot nga Fushkuqja deri në Patok, e ndërtoi ai me aty. Këtu ka qenë Patoku, ka qenë një plazh shumë i mrekullueshëm. Aty ka pas kampionerëve që nxënësit e dalluar jepshin fletnerit dhe vishin e boshin 15 ditë. Plazh kishte punëtor të dalluar që në marrët e ndryshme u jepshin edhe, këtu ka qenë kampi pionerëve aty. Me anën e demokracisë, u shpërba Patoku siç çdo gjë në Shqipëri. E këtu mbijetun do njerëz që ishin venali, që kishin gjujt peshkun, do peshkatar që merren me peshkun, dhe Patoku shquhet shumë për çështjen e peshkut. Pse shquhet për peshkun? Patoku ka 2 lumet fuqishëm me ujnat amla që derdhën det. Ishmi lana lumet droja knej lumi matit, ma vonë vjen drini ma përtej, dhe gryka e Patokut, ujti për para plazhit Patokut, nuk ka komplet i krypun. Është gjysë i krypun, sepse bërzihet me ujnat e amla. Dhe peshku që jeton me ujnat gjysë amla dhe gjysë krypa, është shumë i shijshëm. 30 vite pasioni, përkushtimi dhe dashuria për detin e Patokut e bëjnë Zef Hulajin një nga ikonat e kësaj zone, një shembull se si tradita dhe pasioni mund të kthehen në një histori suksesi që preket dhe ndihet nga çdo turist.